mbase kontributi më i madh që mund ta bëjmë bashkërisht tash si shtet është pikërisht që sa më parë të mund të ecim me formimin e qeverisë. Sa përmendet edhe SBA-t gjatë fjalës suaj, cili është plani juaj për kthimin e dialogut strategjik. Ne kemi komunikim të vazhdueshëm me ambasadën e Shtetit të Bashkuara këtu dhe po diskutojmë se si mund t'i avancojmë raportet tona dhe unë besoj që kjo do të mund të arrihet, por mbase kontributi më i madh që mund ta bëjmë bashkërisht tash si shtet është pikërisht që sa më parë të mund të ecim me formimin e qeverisë dhe me normalizimin institucional të Kosovës. Kemi pas një 4 vjeçar fantastik sa i përket stabilitetit institucional. Në Kosovë jo vetëm do thosha që nga shpallja e pavarësisë, po që nga çlirimi nuk ka pas një kështu stabilitet institucional sikurse 2021-2025. Viti 2025 ka pasur ngërçe dhe sa më parë që dalim prej këtyre, unë besoj që edhe gjëra tjera si puna e dialogu strategjik do të mund të avancohen.